Dhe për të folur për këtë zhvillim, kam kënaqësi të kem kolegun Fatos Mahmutaj. Fatos, përshëndes. Faleminderit që u bashkove. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fatos, bëhen 15 vjet në këtë janarin që vjen dhe jemi sërish në këtë histori. Tani si person, si gazetar, por mbi gjithë edhe si plagosur në atë protest, ke shpresë që këtë herë SPAK është në rrugën e dur? Kësa herë mendoj vërtet që SPAK është në rrugën e dur, po vetëm se jemi 15 vjet me vonesë. Pra, çfarë po ndodh tani, duhet kishte ndodhur direkt mbas ngjarjeve të 21 janar. Pra, duhet kishte ndodhur direkt të nesërmen ose atë natën e 21 janarit. Tani, jemi në momentet kur shumë prova le temi janë zbehur, jemi në momentin ku shumë prova dhe mund mos gjenden më, po të paktën ky regjistrimi audio mendoj që është një provë shumë e mirë, dhe një provë nuk do ta quaja decizive, po do ta quaja një provë shumë e mirë, saqë vuri dhe në lëvizje dhe gjykatën e Strasburgut për ta rikthyer edhe një herë këtë çështje, ose më saktë për t'i ngarkuar qeverinë shqiptare përgjegjësinë reale që ka mbi këtë çështje. Pra nuk ka rëndësi nëse sot është Edi Rama kryeministër, apo atëherë ishte Sali Berisha, dhe përgjegjësia është e qeverisë shqiptare. E Berishës është sepse e kreu një krim dhe e fshehu për gati 2 vite, ndërkohë qeveria socialiste vazhdoi për 12 vjet, viti i 13, që vazhdon me të njëjtin histori. Ndërkohë dëshmia e Berishës, padyshim ai e deklaroi atë pjesën e tij. Çfarë mendon që mund të hedhë drejt, apo nuk mendon që dëshmia e vet Berishës do zbardhë diçka? Ose më saktë, Fatos, te dëshmia po e bëj pyetje ndryshe. Te dëshmia kujt ti ke besim që mund ta zbardhë këtë ngjarje? Më fal, e para që të mirë kuptohemi se besoj domethënë personalisht edhe unë dhe juve kemi pak brum juridik. Atëherë, unë desha të thoja që nuk është dëshmi e Berishës, por është deklaratë e Berishës. Pra Berisha është thirrur si person në hetim dhe nuk është thirrur si dëshmitar. Jo, si person, në të moment është si person në dieni, nuk është në hetim ende. Po në dieni apo në hetim, dhe sepse Berisha është urdhëruesi kryesor dhe është i akuzuari kryesor. Dhe prej familjes Nika, ai është i akuzuari kryesor, dhe prej gjykatës së Strasburgut, ai del që është njeriu me përgjegjësi në këtë çështje. Pra Berisha nuk është thjesht dëshmitar. Dhe Berisha është momentalisht ndodhet fjarta minj e zënë në çark dhe nuk di se si të mbrohet dhe se si të vazhdojë, domethënë, sepse me sulm ai e ka mbrojtjen. Pra sulmi sipas Berishës është mbrojtja më e mirë. Dhe ai vazhdon me këto historirash dhe ne e dëgjuam dhe para pak, domethënë ku ju e ritransmetuat fjalën e tij përpara dyerve të SPAK-ut, ku tha që mund të manipulohet çdo lloj audio. Manipulimet e audiove, ose më saktë audio të manipuluara, është mësuar Berisha ti shpalli, sepse kemi audion e Ilir Metës që shkaktohet te 21 janari, pra për shkak të atij përgjimit të Ilir Metës, që ishte real, dhe Berisha me gjykatat e tij, domethënë e shpalli jo origjinale, pra të manipuluar. Kemi ngjarjen e të ndjerit Kosta Trebickës, që e shpallën dhe atë, domethënë, aksident. Kemi dhe ca historira të tjera, pra ato të Gërdecit, çfarë s'ka lënë Berisha pa bërë vet, dhe të gjitha ato që i kanë mbi kurrizin e tij ti shpalli si të manipuluara, kurse ato ndaj të tjerëve, edhe kur dihet që janë fotomontazhe dhe makinacione, ti nxjerri sa më shumë. Pra Berisha e ka metodë pune këtë dhe kështu punon, domethënë, dhe dihet që edhe domethënë është ajo fjala urt që siç e ke jetuar jetën, ashtu do ta mbyllësh. Dhe Berisha prej këtyre ka për ta mbyllur, ti je i sigurt, domethënë, në këtë lloj forme ka për ta mbyllur. Qoftë karrierën politike, qoftë jetën e tij, kështu do ta mbylli, domethënë, sepse e kuar deri atje ku nuk i mban më. Tani jemi 15 vjet me vonesë. SPAK-u këtë gjë, ose atëherë Prokuroria e Krimeve të Rënda, apo atëherë grupi i posaçëm që u caktua nga Prokuroria e Përgjithshme për të hetuar ngjarjet e 21 janarit, quhet si të duash, ose Prokuroria e Tiranës që me ping-pong ja kanë ngecur disa herë atë çështjen, me ping-pong ngec njëri ngec tjetri, domethënë, dhe asnjëra nga këto institucione nuk i dha drejtim asnjëherë çështjes. Po çfarë bën? Thjesht u tallën dhe e hallakatën në 15 vjet pa ndalim. Tani u shpresoj që hetimet po shkojnë në rrugën e duhur. Fatos, por te pyetja që bëre, te dëshmia kujt ti ke besim që mund të zbardhë ngjarje? Lulzim Basha? Po. Lulzim Basha, Kuriu, Ndreja Prendi, te kush ti ke besim ose mund të hedhë drejt mbi ngjarjen?
Temi me emra, flasim me emra. Po, pra me emra konkret. Andrea Prendi është konsumuar që në çështjen e parë, kur pranoi atë grushtin në sy, domethënë për t'i marrë pistolet, atë ndaç quhet domethënë sipas kanunit zhburrimin e tij dhe marrjen e pistoletës, domethënë para të gjithëve në kryeministri. Nga kush? Kush ja mori pistoletën Fatos për ata që nuk e di? Më fal, ja do ta shpjegoj unë. Po thjesht jam kurioz se as vetë nuk e di, nëse Andrea si japin kafen në Malsi sot poshtë gjurit apo sipër gjurit. Kur shkon andej nga vendindja vet nga Malsia. Po gjithsesi, ja po ta them, Andrea Prendi nuk donte, pra nuk preferonte që të jepte urdhër për të qelluar. Dhe shefi i sigurisë së Berishës e kam denoncuar 1 milion herë në Okej, ka një problem vogël, ndoshta po telefonojnë Fatos më mund të në këtë moment. Po Fatos, jemi sërish, po.